Jamal jo Jamal, Estevao sonë të vendos ndeshjen. Veç po shpresoj që s'ka me pas ndonjë skandal prej gjyqtarëve sikur të zonën 2009 ku ka qenë skandaloze. Shënjestër.net Chelsea sonë të fiton, po nuk është aq ndeshje me rëndësi për shkak të formatit të ri Champions League-s. Megjithatë, për shkak të historisë që kanë këto dy klube, këto dy ekipe me shumë ndeshje kontroverse, dynja sonë të besoj që po. Problematika është që mungon Palmer që një kohë, mungon edhe sonë kundër Barcelonës. Përparësia mbasi është që mungon edhe Pedri Anej që është dirigjenti i lojës Barcelonës. Megjithatë Chelsea ka dëshmuar gjithmonë, po edhe këtë sezon që kundër klubeve, ekipet që janë të shpejta, që luajnë futboll të shpejt, dinë më gjinë shumë mirë, kështu që unë mendoj që humbje sonë të s'ka. Barazimi është mund të thoni i kënaqshëm, po fitoria kishte më qenë poetike për shkak se çka ka ndodhur mes këtyre dy klubeve përgjatë historisë. Veç po shpresoj që s'ka me pas ndonjë skandal prej gjyqtarëve sikur të zonën 2009 ku ka qenë skandaloze. Lojtari kyç të Chelsea këtë sezon, po edhe të kaluar sipas meje ka qenë Caicedo, që nuk është vetëm një shkatrues tipik siç ka qenë ndoshta Kante Makelele, po është një motor i skuadrës në anën ofanzive. Mendoj që për Barcelonën, për shkak se Pedri mungon, Jamal kuptohet që është senzacion, po këtë sezon nuk po m'duket që është ende në atë formën që ka pas. Te Barcelona, unë e kam shumë për qef Rafinjen, edhe ai më shumë gjas po kthehet, kështu që Rafinja Jamal ndoshta pritet, po edhe plaku, Leva është gjithmonë aty, na ka shënuar neve disa gola, kështu që Leva është kryefjara prapë mendoj për sulm. Mendoj që një çerk finale është e pritshme, mbase diçka që duhet mos synu, po mendoj që në gjysmëfinale mund më shku varësisht për shortit, sepse kena pas zonën e kaluar Parisi e ka nisë shumë dop, pastaj ka shkuar e ka fituar krejt, kështu që edhe Chelsea dhe ekipet tjera që ndoshta se kanë pas startin e mirë, mund më shku deri në fund e marrë edhe krejt. Champions League ajo gjithmonë fitohet nga që ka do të konsistencë, po ai që gjen formën në kohën e dur që është shkurt mars-prill. Ndeshja përfundon Chelsea-Barcelona 2-1. Jamal jo Jamal, Estevao sonë të vendos ndeshjen. Shënjestër.net